gjithë këto që ndodhi. Sot mirë që u sqarua pak më herë situata se të pritej deri më 31 mars, besoj që ishte arsyeshme fare. Na e kemi diskutuar shpesh herë, po tash prej cirkut në kuvend kemi kaluar në cirkun edhe te institucioni më i besueshëm i këtij vendi që është gjykata kushtetuese, e cila e shkreta o më me thonë diçka, po kur gjohën fund mram s'ka thonë. Lind pyetja kështu, nëse vendimi i gjykatës kushtetuese po thuhet që e ka rrezu ato që ka thonë Vjosa Osmani, që këtu kërkon speç shot që e ka rrezu. Por realisht krejt ka shku në varësinë e çasajna, çka ka ngrit pyetje dhe çka janë nenet të përgjithësit sajna. Për shembull, nëse sipas kësaj gjykate paragrafi 2 neni 86 është detyrues. Imperativ thuhet. Detyrues. Atëherë pse duhet me pa fat shtesë? Jo, nuk është ky afat shtesë. Jo, e ka dhënë afatin shtesë. Është afat shtesë. Jo, se nëse e kanë kuptuar nuk është afat shtesë. Shtesë konsiderohet. Po se ka thonë vazhdon kisha afati 30 ditor. Jo, e thot kështu, nëse kuvendi është konstituu dhe afati 60 ditor rrjedh që nga konstituimi i kuvendit, që kuvendi është konstituuar me 11 shkurt, deri në 9 mars, kur është marrë masa e përkohshme, kanë kaluar 26 ditë ti afati 60 ditor. Po. Florent. Po dhe? Por nuk ka një afat shtesë, është afati 60 ditor rrjedhje si. Po mirë, pa atëherë neni 82 çka thot? A thot qartë që presidenti i ri duhet mu zgjedh 30 ditë para se t'i skadoj mandati presidentit vjetër. Po, vetëm se gjykata thot duhet merret konteksti aktual, që thot që kuvendi nuk ka pasur 60 ditë në dispozicion brenda cilës periudhë duhet zhvilluar dhe procedura për zgjedhjen e presidentit. Po tash, e kush është fajtor këto? Ardh. Fajtorë skena politike. E thash të, e kom thonë edhe një dy herë. Nuk e ka për obligim që të ruaj, edhe pse kjo është bo me vullnet i mirë, pro bone. Për ndryshe, në kushte normale, në qoftë se do të ruhej rendi i zgjedhor me 9 shkurt të 2025 dhe të bësh institucionet, kishte pas afat. Dhe gjykata kushtetuese përmes këtij vendimi vetëm sa ja ka ndihmu këtij çrregullimit politik me veprime juridike. Ka ndihmuar çrregullimin politik. Nuk e di se... Jo, s'mblat me asnjë. Jo, fal, po ishte vetëm sa për të plotësuar, se mos më thuj s'mblat, se debat po bën. Po me çarsu për opinionin, që është në kohë që t'ia. Unë janë nisa me çarsu, po unë jo lash me govat tonëve fort mirë. Dakor. Po den. Kërkoj problemi është që ku po kthehem tani s'po muj me përfundu. Okej. Kretë kjo që kanë ky zhvillim politik që jemi sot në këtu është mungesë e vullnetit politik prej atij që ka përgjegjësinë më të madhe politike për me kriju institucionet, ai që u kon është Albin Kurti. Albin Kurti me egon e tij për gjithçka për veti e kur gjë për tjerë, ka hin kalkulime të cilat i ka bërë shumë meçën për shkak të sanave që ai i din e që goxha vështirë i ka me jetësu, mos kofshën Kurtina, po duhet me jetësu për shkak se çka i ka lyp këtij populli ai ka marrë. I ka lyp 51% populli ja ka. I ka lyp 500.000 vota populli ja ka. Buxhet ka posa dush. Besa edhe qeveria i ka shku për këto opozita i ka shku për pani qysh ka dasht. Kjo qeveri ja votoi edhe buxhetin 4 miliard euro. Kështu që mos vullneti. Si ja votoi president. Po si ja votoi president, atë japim krejt Kosovën, Albinit na po shkojmë. Po thuaj ka shkuar gjithçka për shtati. Krejti ka shku për shtati, a dashte domethënë edhe presidentin. Po jo, s'dashtave, meqense po thuaj ka shku për shtati. Po tamam edhe presidentin mja, po. Se kjo është marrë për ta është për mëkajt për këtë opozitë. Po, unë që shpo e shoh, nëse prapë po thëmë, nëse s'ka vullnet politik, Zonja Osmani ka bo mirë, ka vepru mirë, bravo i qoftë. Edhe pse,